Të gjithë janë kukullat e Tiranës në këtë vend. Drejtësia për çfarë shërben? Si mund të mbash? Unë nuk jam dakord as për Erion Belian që e fut në para burgim. Me qëra fjala tek Velia. Por si mund të mbash Ilir Metën për diçka që ti operuar para 15 vitësh, na deklaro ku ke gjithë parat. Me qëra fjala këtu ju bëj përshtytje sot ajo për ta marrë ndoshta edhe një përgjigje me që zuri pjesën më të madhe të mediave e Robert Drenikës. Shiko, unë e kam që është shmangje nga thelbi kjo, po ajo e zuri kryefjalën. Pikërisht, edhe mua më mori vëmendje, sepse unë e kam falur Robert Drenikën, unë kam dashur shumë Robert Drenikën si aktor. Por unë kam protestuar për teatrin 2 vite e gjysmë. Dhe Robert Drenika ka qenë personi që thoshte unë do vdes. Po mbi trupin tim do kaloj. Mbi trupin tim do kaloj teatri. Dhe më pas, se kanë qenë aty, jam prezent, e kam falur në parë, e kam amnistuar, më thanë, mos u ndjej keq sepse i ka futur çopën në punë. Ka marr favor tjetër, ka marr pak 2 favore Robert Drenika, është shitur. Dhe unë sot nuk e fala më, sepse ka kolegë të Robert Drenikës, po përmend Mehdi Malkajin. Është me një Mihalle, në varfëri është ai, me një Sëmur është ai. Nuk shitet. Guliem Radoja që u bë për Ahmet, dhe më ka ndruar jetë. Pse u shite miku im, thoshte. Ka plot aktor që nuk shiten, sepse aktori, qoftë aktori, po qoftë edhe artisti, muzikanti, për mua është shumë e ulët të dalit të bëj politikë, sepse ai gjykohet emocionalisht. Njerëzit krijojnë simpati për artin që ai bën, për zërin që ai ka. Jo për ta parë pjesë të politikës, do ta shohë gjithmonë përballë politikës. Unë vetë s'kam për ta bërë kurrë që të marrë të shfrytëzoj njerëz për imazhin tim. Në mos gaboj ka qenë edhe deputeti i Partisë Demokratike apo gabohem Robert Drenika? Po, ka qenë një mandat. Por nuk e kam aty thash, ai fillimisht edhe Albendereni është betuar që unë do jemi i fundit që do largohem. Dhe ditën që është shëmbur teatri, kanë qenë të dy bashkë duke ecur në rrugë dhe kam thënë, ku jeti që do largohesh i fundit? Ka ulur kokën. Thash, artisti do të jetë gjithmonë përballë pushtetit. Dhe është e ulët edhe nga vetë Veliaj që e përdor, sepse Veliaj nuk ka presh pa që përdor Robertin, apo çdo njeri tjetër. Ka përdorur fëmijët, ka përdorur qend që pas i vriste gjatë natës, i Helmonte, ka përdorur komunitetin rom që e la pastaj në Arban, buz lumit atje në kushte mizerabël. I hoqi nga Tirana e Re dhe i çoi në Arban që mos i shohin njerëzit, por që ata jetojnë akoma më keq. Çfarëdo që të bëjë Veliaj, nuk e përmirëson imazhin e Veliajt. Veliaj vetëm sa shton acarimin e njerëzve, vetëm sa bëhet më tepër i urryer, nuk përfiton pik, nuk e ngacmon emocionin e njerëzve që ai të përfitojë nga gjykimi politik, nga gjykimi i drejtësisë, jo politikës, se gjykimi politika i ka tashmë. Por është për të ardhur keq që njerëzit tregojnë kaq të vogël, kaq të vegjël, edhe humbasin dinjitetin e tyre. Për ta mbyllur do rikthehemi edhe një herë tek ajo që pritet të ndodh sonte. Mendoni që pas debateve brenda partisë me skualifikimin e kandidatëve, sonte do jeni më shumë apo më pak? Se në fundit çfarë do t'i prishte zoti Berisha një përballje me gjithë të tjerët? Do ta eliminonte gjithë të debatin mediatik. Shiko, unë jam personi ndoshta edhe i vetmi që në 2021 kam kërkuar emra serioz për balë zotit Berisha. Berisha është pa diskutim njeriu që e mbledh Partinë Demokratike. Njeriu që ka autoritetin për ta mbajtur bashkuar Partinë Demokratike. Dhe do duhet të ishte një kandidaturë serioze. Askush nuk do të ketë frikë të dalë për balë zotit Berisha. Por që të marrim emra tash që janë pa njohur, e thjesht për t'i futur nuk është e shëndetshme. Nga ana tjetër, unë e thash më përpara, e kam thënë vazhdimisht, Shqipëria është kusht ekzistenciale. Këtu nëse është problemi Sali Berisha, apo Flamur Noga, apo Ergjes Eskiu, apo Albana Vokshi, apo kush do tjetër, Rama pse i vjen zgjedhje, pse nuk e lë shqiptarët votojnë të lirë. Të duhet kishte kandidat të fortë për bazë të Berisha patjetër, por pa diskutim që sërish zoti Berisha do votojë sepse është personi që shpëtoi PD-n, shpëtoi pluralizmin dhe i dha shpresë gjithë demokratëve. Kështu që secili pas zgjedhjen e vet, por thash me këta kandidatë të tjerë apo me njerëz të cilët mbështeten nga Edi Rama, sepse 2 apo 3 persona që dalin në studio Sokol Ballës, marrin mbështetje nga Sokol Balla apo nga Miro Bazi apo nga Carlo Bolino, këta nuk janë në PD. Për më tepër kanë treguar që nuk e kanë dashur votën. I thuhet Salianit kjo që bëri burg për partinë? Shiko, Saliani ka bërë burg politik, por Saliani mori shkopën e bejsbollit se nuk do të pranonte votën e 21 dhjetorit 2021.
Pra, kur ne I thamë që ne jemi shumica, çfarë bëri Saliani? Mori shkopën e bejsbollit. Po t'ishte dinjitoz Saliani, thoshte që Lulzim Basha, këta janë shumica, unë po ikin shtëpi se unë nuk bëj me Berishën, apo unë jam kundërshtar I Berishës. Po jo të shkonte atje në Seli. Ose po t'ishte akoma më dinjitoz, thoshte unë jam me demokratët, jam me Sali Berishën, sepse këta zgjohen Sali Berishën. Kështu që unë nuk e quaj fare Saliani. Për mua nuk është demokrat, është votuesi djathtë, ose votuesi PD-s ka qenë, nuk e di do jetë apo jo, por për mua nuk është demokrat. Prandaj unë kam qenë kundër dhe do të jem gjithmonë kundër Salianit. Pavarësisht se Fania për shembull, duke qenë se ka rritin e vet Saliani, mua më sulmon, por kjo s'prish punë për mua. Sepse unë dua që PD-ja të jetë e pastër dhe që shqiptarët kenë një alternativë dinjitoze, alternativë serioze, të cilën ta vot besojnë dhe të marrin mbrapsht besimin e tyre. Ergjes, faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit juve.